Të nderuar shikues, në mbrëma do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Rama deklaron se së shpejti priten lajme të mira nga Brukseli për mbylljen e kapitujve. Kryeministri thotë se opozita e ka kuptuar që nuk ka bllokim të procesit. Shoqërohen disa persona për grabitjen e argjendarisë në Kamës. Autorët sipas policisë morën bizhuteri me vlerë 7 milion lek, u larguan drejt Zellherit. Një tjetër i dheur në timon për pak sa nuk shkaktoi një aksident të rënd në Durrës, ai përplasi makinën e patrullës së policisë rrugore, por më pas u arrestua. Radhë kilometrike në automjetesh në Kapshtit, qytetarët shqiptar presin me orë të tëra për të kaluar kufirin. Pala greke punon vetëm me një sportel. Vjen mëngjesisht, Kryeministri Edi Rama njoftoi se së shpejti priten lajme pozitive nga Bashkimi Evropian për sa i takon rrugtimit të Shqipërisë drejt anëtarësimit. Ai tha se do të hapet rruga për mbylljen e kapitujve të negociatave, ndërkohë Rama u shpreh se edhe opozita e ka kuptuar tashmë që nuk ka bllokim edhe procesi është i pakthyeshëm. Shqipëria po përgatitet për një tjetër lajm të mirë nga Brukseli në lidhje me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Këtë e bëri të ditur kryeministri Rama në podcastin e përjavshëm Flasim, ku u shpreh se po hapet rruga për mbylljen e kapitujve të negociatave. Shpejti do të vi edhe lajmi i ri dhe i mirë, si të gjitha lajmet për hapjen e kapitujve i kapërcimit në fazën tjetër procesit, dhe do të hapet dhe rruga për fillimin e mbylljes kapitujve të negociatave, kështu që bashkimi sado i befasishëm dhe sado i ngutur në varkën e Shqipërisë Europiane, ku ne jemi aty prej kohësh dhe ku vendin e kanë gjithmonë aty, është plotësisht i mirëseardhur. Kreu i qeverisë komentoi dhe miratimin e rezolutës më 14 maj me 114 vota të mazhorancës dhe opozitës së bashku, ku sipas tij vetë demokratët në mënyrë indirekte kanë pranuar se nuk ka bllokim të negociatave. Më vjen mirë realisht që ndodhi diçka e tillë, do të ishte mirë të ndodhte vazhdimisht kur flasim për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, por edhe një herë të vetme, prap se prap është një herë me vlerën e vetë. Dhe më vjen mirë po ashtu që me sa unë kuptoj, e kanë kuptuar që procesi është i pandalshëm, që bllokimi i shumë përfolur nuk ekziston. Rama foli edhe në lidhje me digitalizimin e shërbimeve në vendin tonë si një hap në luftën kundër korrupsionit. Sot, në bazë të vlerësimit Europian, Shqipëria është e parë në rajon dhe me diferencë nga vendet e tjera të rajonit në të gjithë treguesit e prokurimit publike. Ndërkohë që në disa indikatorë kryesor, Shqipëria ndodhet mbi mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Për shembull, ndërsa mesatarja e procedurave me një ofertues në vende BE-s është mbi 32%, në Shqipëri kjo shifër është 23.5%, ndërsa në prokurimet për punë publike ajo zbret në 12%. Qeverisi kërkohet raportim periodik për negociatat për shpejtimi i reformave në grup kapitullin e parë themelore, transparencë në prokurimet publike dhe përfshirje më i gjerë opozitës dhe shoqërisë civile në vendimarrje. Sali Berisha akuzoi Edi Ramën se po mashtron shqiptarët me lajmet për raportin e IBAR. Kryetari i Partisë Demokratike tha se opozita mbështet integrimin, por sipas tij Shqipëria nuk plotson asnjë kriter për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Deklarata e kryeministrit Edi Rama se së shpejti Brukseli zyrtar do të miratojë raportin IBAR. Për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha është një gënjeshtër. Me anë të një videomesazhi, kryedemokrati pretendon se vendi ynë nuk ka plotësuar asnjë kriter të BE-s, ndaj dhe drita jeshile nga Unioni është e largët. Ndër të tjera u ndal dhe tek rezoluta që u votuar në parlament duke pretenduar se opozita e votoi pasi konstatoi se po zhbllokohet IBAR. E vërteta është, opozita ka një tezë nga e cila nuk lëviz se Shqipëria përveç kriterit gjeopolitik nuk plotëson absolutisht asnjë kriter për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Megjithatë, Berisha sqaroi se opozita nuk kërkon të bllokojë procesin e anëtarësimit. Por opozita e mbështet
këtë proces si një proces të diktuar nga geopolitika dhe kur ndonjëherë nuk ka menduar dhe nuk mendon të bllokojë procesin. Gjithashtu, kryetari i Partisë Demokratike akuzoi kryeministrin Edi Rama për manipulim, sa i përket deklaratave të tij se vendi i ynë renditet i pari në rajon për prokurimet publike. Gjeti se Shqipëria kishte një rënje dramatike nga viti 2010 gjë në vitin 2026, nga 80 pikë që kishte në vitin 2010-13, bie në 64 pikë në vitin 2026 dhe secili nga ju mund të shoh këtë grafik të këtij institucioni. Berisha u shpreh se personat të lidhur me kryeministrin kanë përfituar në mënyrë të paligjshme tendera publik. Uniformat blu kanë shoqëruar disa persona pas grabitjes së argjendarisë në Kamës, por nuk kanë mundur të mbërrinë dot tek autorët. Grabitësit sipas pamjeve filmike janë larguar me shpejtësi drejt Zallherit duke humbur gjurmët. Disa persona janë shoqëruar në polici pas grabitjes armatosur të argjendarisë në Kamës. Të shoqëruarit janë njerëz me precedent penal në zonë, por janë thirrur vetëm për verifikime. Itinerari i grabitësve pasi vodhen një sasi ari dhe argjendi ishte drejt Zallherit, ndërsa nga kamerat e sigurisë vihet re që ata janë treguar të kujdesshëm që të mos e zbulonin në asnjë moment fytyrën e tyre. Në çdo sekuencë të pamjeve të policisë, ata kanë qenë të maskuar, ndërsa në një moment janë rrëzuar e më pas kanë vazhduar të largohen pa gjurmë. Mesditën e së shtunës, 2 grabitës nën kërcënimin e armëve u futën në një argjendari shumë pranë komisariatit numër 5 në Kamës, ndërsa kanë vjedhur bizhuteri dhe sende të tjera të çmuara. Në pyetje është marrë edhe punonjësja, e cila ka deklaruar se nuk është përballur me grabitësit, pasi në momentin e ngjarjes ndodhej në pjesën e pasme të dyqanit dhe jo pranë banakut. Pas tragjedisë rënd në Durrës, ku humbën jetën 2 të mitur që u përplasën nga makina, një tjetër aksident u regjistrua në të njëjtën zonë. Një person që rezultoi i dehur duke bërë manovra të rrezikshme përplasi makinën e policisë, por për fat të mirë nuk u shkaktuan pasoja ndaj patrullës. Dyzet vjeçari që përfundoi pas hekurave të shtunën pasi ishte i dehur në timon, përplasi makinën e tij me automjetin e policisë. I arrestuari Rezar Tabazaj, sipas pamjeve të siguruara nga Vision Plus, duket qartë që bën manovra të rrezikshme në rrugë, ndërsa tenton të largohet uniformave blu pas sinjalizimit të këtyre të fundit për të dalë nga makina. Pasi goditi automjetin e patrullës dhe u gjen në rrethim nga 2 mjetet të policisë, 44 vjeçari u detyrua t'i bindej thirrjes së tyre. Ky aksident vjen pas tragjedisë së 3 majit. Aksidenti i shkaktuar nga Nikol Radaçi ndodhi në lagjen numër 15 të Durrësit. 3 fëmijë ishin duke luajtur në trotuar kur 57 vjeçari në gjendje të dehur humbi kontrollin e mjetit dhe mori përpara të miturit, duke lënë të vdekur 2 prej tyre. Rezar Tabazaj rezultoi me 1.4 mg alkool, por më shqetësues është fakti që kjo nuk është hera e parë që ai gjendet i pirë në timon. Ngjarja tragjike me humbjen e 2 fish të jetës shkaktoi një reagim të gjerë publik, ndërsa ligjvënësit kanë paralajmëruar ndryshim të kodit rrugor. Policia e Korçës u njoftua këtë të diel për një sasi eksplozivi në një makinë, por pas kontrolleve rezultoi se bëhet fjalë vetëm për një GPS. Nuk dihet arsyeja e vendosjes së pajisjes në mjetin që i përket një inspektori pyesh dhe po hetohet për të zbuluar autorët. Një objekt i dyshimtë i konstatuar mëngjesin e kësaj të diele në një automjet në lagjen 18 të Korçës alarmoi policinë dhe solli ndërhyrjen e forcave speciale Renea. Ngjarja u regjistrua në rrugën Petraj Shomo, ku uniformat blu rrethuan zonën dhe vendosën perimetër sigurie, ndërsa u sekuestruan edhe pamjet e kamerave pranë vendit të ngjarjes. Ka qenë vetë pronari mjetit që ka njoftuar policinë pasi kishte vënë re objektin e vendosur në pjesën e pasme të makinës. Pas kontrollit të kryer nga forcat gjeniere, rezultoi se bëi fjalë për një pajisje GPS dhe jo për lëndë eksplozive. Burime pranë grupit hetimor bën me dije se drejtuesi i automjetit është Gëzim Pasho, inspektori pyjeve në Korçë. Ai është shoqëruar në komisariat për të marrë në pyetje lidhur me rrethanat e ngjarjes dhe personat që mund të kenë lidhje me vendosjen e pajisjes. Sipas burimeve paraprake, një nga pistat që po hetohet është mundësia e ngatrimit të automjetit me atë të djalit të tij. Vet Pasho ka deklaruar se nuk ka konflikte me persona të tjerë. Policia vijon hetimet për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rastit.
Mëngjesin e kësaj të diele, me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, Adriatik Kupi, u zhvilluan kontrollet të befasishme në burgun e Lushnjës dhe Elbasanit. Kontrollet janë ushtruar në regjimet e brendshme, qelit, ambientet e përbashkëta dhe sektorët e sigurisë për të evidentuar nëse të burgosurit kanë sende të ndaluara. Gjatë kontrolleve në Lushnjë u konstatuan edhe sekuestruan PlayStation, USB dhe aksesorë të tjerë që mundsojnë komunikimin e të dënuarve me botën e jashtme. Qytetarët shqiptar po përballen me pritje disa orëshe për të kaluar në Greqi. Pamjet që vijnë nga Kapshtica tregojnë radhë kilometrike automjetesh, ndërsa doganierët e vendit fshinj punojnë vetëm me një sportel. Radhë të gjata dhe pritje që zgjasin deri në 2 orë. Vijojnë të jenë problematika në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës për qytetarët shqiptar dhe emigrantët që udhëtojnë drejt Greqisë. Qytetarët shprehen se detyrohen të qëndrojnë për orë të tëra në tokën neutrale për shkak të punës me sportele të reduktuara nga pala greke. Situata është rënduar edhe më shumë pas aplikimit të sistemit të ri të kontrollit për vendet e zonës Schengen, i cili ka sjellë vonesa të konsiderueshme në procedurat e kalimit kufitar. Në Kapshticë pamjet tregojnë radhë të gjata automjetesh që arrin deri pranë doganës shqiptare, ndërsa pala greke po punon vetëm me një sportel. Shumë prej udhëtarëve janë emigrantë shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Greqi, por edhe qytetarë që kalojnë shpesh kufirin për të furnizuar me produkte ushqimore apo për arsye familjare dhe ekonomike. Edhe pse janë zhvilluar disa takime mes autoriteteve shqiptare e atyre greke për të gjetur një zgjidhje, situata vijon të mbetet problematike sidomos gjatë fundjavave dhe periudhave me fluks të lartë lëvizjesh. Deri në një zgjidhje konkrete, qytetarët do të vazhdojnë të përballen me pritje të gjata dhe vështirësi në kalimin e kufirit në Kapshticë. Tu kemi përfunduar, një falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.